Atëherë së bashku me Mirën ne votuam sot, e kryem këtë obligim qytetar. Më vjen mirë që sot është edhe moti i mirë, po mban moti i mirë dhe i ftoj të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës që ta shfrytëzojnë në të gjitha komunat ku po mbahet raundi i balotazhit për zgjedhjet lokale, ta shfrytëzojnë këtë drejtë të tyre, që të bëhen bashkë pjesëmarrës në ndërtimin e demokracisë, sepse siç e dim, demokracia është e pamundshme pa një pjesëmarrje të madhe qytetare. Deri me tash sa e kam përcjell këtë proces zgjedhor, gjithçka ka shkuar mirë. Unë uroj që edhe kështu të përmbyllet ky proces zgjedhor. Uroj që të mos kemi asnjë problem, asnjë incident gjatë këtyre zgjedhjeve. E kjo më së miri i bën Kosovës, sepse Kosova vazhdimisht ka shku duke i ngrit standardet e demokracisë, të qytetarisë, dhe kjo do të ishte një rezultat shumë i mirë për vendin tonë. E sa i përket kryetarëve, kandidatëve për kryetar të cilët po garojnë, unë uroj që të fitojnë më të mirët, ashtu siç janë në sytë e qytetarëve, qysh ata i vlerësojnë të cilët janë më të mirët. Ju uroj të gjitha të mirat e i lut qytetarët e Kosovës vërtet që në masa më të madhe të dalin e ta shfrytëzojnë këtë të drejtë qytetare. Faleminderit shumë. Dhe kryesa nëse bën ndonjë pyetje. Do thotë